Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Si do, je gati? Kur dush. Jemi live. Live jemi. Serbi. Qa bën? Ishme ja, e përdishmja. Sa mbylla punën, erdha te podcasti jem më i preferuar më në Shqipëni, një vetmi podcast i vlefshëm. I just came a little bit in my pants. Qa bërë, si po të shkon dita? Në këtë ditë shumë qa punë e bën ti? Unë në profesion jam teknik laboratori dentar, sot punoj gjysmëdite edhe sa era domethënë. Sa mbylla. Teknik laboratori dentar, na shpjegojnë çik me mallë për ide. Ç'është teknik laboratori? Ma shqip unë baj thom. Bën dhom. Kush ka dhëm për të bërë? Fap. Punojmë profilin e Katkamit, merrem me veshjet e zirkonit edhe metal porcelanit, çose ke ide. Ne ke parasysh ato klefat që vjen ose njerëzit ato bajnë. Kam i këtu. Ja, ai të brava vare. Ja, tu shikojeni të gjithë, prandaj duhet të bëni donacione në Buxhi Podcast se duhemi mbajtur ato. Kanë dhe kostet e tyre. Po e ke studiuar këtë gjë apo ke marrë profesion? Po, kam marrë universitetin te Akademia Ivo Dent, është privat në Tiranë. Shumë mirë. Sa kohë ke që ke mbaruar? Bon gati një vit e pak, po edhe gjatë kohës që kam kenë në shkollë, domethënë kam kenë profesion. Kurse u bë gati një vit, unë thashë të thoshe u bë gati 15 vite. Ja, tham se ka kohë që punoj në profesion, prandaj. Kur kam kenë të shkollu, kam kenë të punu, kështu që. E bën me qef plak? Çiko, është një nga ato gjëra që është një nga ato gjëra që unë mundem me bë. Është profesion i bukur, e vetmi gjë që limiton është kreativiteti jot, po në fund ditës është profesion. Është profesion. Nuk do kisha thënë që është puna e ëndrave të mia, është diçka që unë mundem me bë. Çfarë është puna e ëndrave tua? Vesh talli trapi në internet, nuk diskutohet. Ka që e kam pyet veten në plak, po nëse do kisha pyet veten time adoleshent, do kisha thënë të kisha kenë host në TV show. Kisha pas një emision temin, kisha ftu njerëz. Po nuk është vonë akoma. Nuk është. Për host nuk është vonë akoma. Ngalon në televizori një shije pak të hillën, me thënë drejtë. Pse? Kam pas shku te Top Channel-i para gati 2 vjeç, kam pas bën një puntat me lër të flas. Ka kenë kjo këtë në binjakëve të Vlorës. Aha. Denaldi dhe Romeos, edhe me thënë drejtën nuk ma mirë pritën atë çmir atë pjesën që pata me thënë, sepse u duk sikur isha të ul poshtë apo të i cenu apo negja. Nuk e di si e kanë pas atë procesin e vendimit, po në fund të asaj u mundun me nxjerr si me stil. Edhe kur e hedhën në YouTube pastaj pjesën time, dolin në televizor, kishin pre shumë pjesë prej aty në që pata thënë. Sepse nuk e pëlqej, nuk duk sigurisht ato tall me ta. Më lërë, puntat ishte intervista apo ishte një nga ato stand-up comedy që e bëshë? Stand-up comedy, që ishte si lloj konkursi, domethënë, që ishin. Nuk kam rezervimet e mia për atë, shiko valla. Problemi është se unë kam folur me thuaja dreqin. Se ka robimi preferuar në komedi Arlinda. E kem folur me Arlindën kur kisha Arlindën në fundit të podcastit, folëm çik domethënë ajo. Shiko. E para fare si ide është relativisht gjë pozitive, domethënë që dikush mendon që gjëra të tilla sillin diçka, domethënë. Unë mendoj që formati nuk ishte aq i dur, se nuk mendoj se kishte hapësirën gjithë secili, siç ti po e thua tani që e kanë marrë për keq. Që automatikisht përkthehet që ti nuk e ke pasur hapësirën që të jepi ato të ndën e të mirë kuptohesh në një kohë. Kështu që është në fakt si kohë dhe energji e humbur, po edhe në disa vetat e tjerë se un kam marrë një çik zjarr mbrapsh nga kjo kur folëm me Alin atëre për pjesën e plagjaturës edhe kopimit ose përkthimit të shakave në shqip. Shumë kishin. Ka persona, domethënë që sot që ne flasim janë duke bërë sukses. Sot që ne flasim për shembull
një ose dy prej tyre dhe kanë kthyer rrugë, i kanë thirrur mendjes, domethënë nuk bëjnë më plagiatur, nuk vjedhin është pak e rëndë kështu, po pavarësisht se vjedhje është. Ose nuk përkthejnë nga ideja diku tjetër. Nuk përkthejnë më, domethënë, po tashmë bëjnë shakat e tyre dhe janë jashtëzakonisht shumë të mira, janë shumë të mira. Edhe kanë sukses me këtë domethënë, por i kanë lënë, le të themi, një shenjë shumë të fortë vetes vet tek ai emision kur kanë bërë 1 2 3 4 batuta, domethënë që literalisht për personat e çmendur si puna jon ose të çmendur. Për personat që janë pak lonely edhe shikojnë në stand-up comedy. Domethënë nuk të shpëton valla se i ke dëgjuar gjithë, e kupton, komedianët nga të vegjël të thënë ti i di shumë mirë se sa nuk të impresionon më, e di çfarë do të thon. Prandaj, kështu që ti mos u mërzit atyre vëllezërve, ju themi live jemi. Po që shiko. Nëse plak. Tjetër gjë e ke provuar apo vetëm jo, deshta me thon që nga ajo eksperiencë, si më thonë, e hidhën që po ata arrita me kuptu shumë gjëra të tjera për televizionin, edhe thash me veten që se unë do kisha dashur me apliku kët ëndër që kam pas kur kam qenë i vogël, atëherë do kisha qenë shumë i limituar. E kuptojnë që unë mundem me dalë në internet edhe me thonë, shiko, se unë kam mos pëlqim për këtë, edhe jam i lirë me e thonë, kurse me kënë televizor, nuk mundem me e pa. Por derisa të paguan dikush, domethënë normalisht ai ka të drejtë të thotë çdo gjë. Duke filluar që ti nuk mundi të filloje një emision duke i thënë pusho booster, për shembull. Është pamundur. Po edhe kur ishim në propasken, ai regjizori ishte të më thonë, mos shaj këtë, mos shaj atë, mos më shaka me këtë, e ke parasysh shumë gjana të limitume, unë kam qef me kënë person i lirë. Por valla bëhemi pse podcasti nuk të ka vajt ndonjëherë në mendje të hapësh një podcast të bëj ala Bill Burr Monday Morning Podcast, futu një 15-20 minuta vetëm rant bam. Dhe ishte gjallë bukur, do kisha dashur të llon më u çuj mjes të bukur edhe vetëm me nej të folja 2 orë. Është marrë tekun, pas dikat paktën që me bë mua vet mirë, se ka shumë gjëra për me fol. Po presoj prapë blank, jo për me dash me ofendu njerëzit që kanë podcaste, se kam shumë gjëra të tjera për me ofendu, po jo vetë dash me ofendu në sensin që do dalim te ajo i thash. Në sensin që a ke parasysh pra kush jam unë burrun, njëri normal jam, kush jam unë me dal me dhon mend për shembull në internet, a din se një ashtu e kanë bën këtë aspektin e podcastit. Jo si ti për shembull se ti mirë, okay, kush është Arjan Çani për shembull që ka emision? Ti ka plako. Arjan Çani është dhipnanet e para punës. Arjan Çani sot pra, po Arjan Çani kur ka dalë për herë të parë, njëjtën pyetje kanë bërë njerëzit, kush është ky valla? Ç'a do ky? Kupton? Se di plak, nuk duket se është një vi shumë e holl mes të kenë një njeri që me të vërtet është i zoti për atë punë, edhe një njeri thjesht normale burr që ashtu mundu me një kapët e dikujt tjetër. Shumë të pakt janë ata që janë të lidhur për këtë punë, jam të dash me thënë. Po normalisht pra, po shumë të pakt janë dhe ata në këtë punë që janë vetëm të lindur dhe asnjë gjë tjetër, domethënë shumica e bëjnë me punë, nuk e bëjnë vetëm se janë lindur, e kupton? Kështu që të bëhesh Arjan Çani duhet të kesh dhe gjithë ato vite, duhet të kesh ngrënë edhe mjaftu shumë mut. Duhet të kesh ngrënë ai shumë mut sa ka ngrënë Arjan Çani, kupton? Se ndryshe është pa mundur, apo jo? Është vërtet. Edhe ai ka ball shumë mirë, brago. Biles me që dolëm te Arjan Çani është një nga njerëzit më të papam në Shqipëri për mua, sepse çka ka bën ai në emisionet e veta para 5 vjetësh, para 6-7 vjetësh. Sot dalin TikTok edhe imitojnë, a kupton? Ai është kënë pioner burri i argëtimit, në thojnë za të shqiptarit. Ai ka ditë shumë mirë se çka ka dashur. Plus ai ka qenë një nga petikusit më të mëdhenj që kanë pas menduar në Shqipëri. Çka ka parashikuar për politikën kanë ndodhur. Doli ai para 10 viteve të thonë do futet në burger Jon Velia se tu vjell, dolën ato shoh, ky është ti e serb, ti e grek, ti nuk din ç'a thu, bab nolli çanolli. Këte ka e grek e kanë fiksim Arjani. Shiko, ai nuk të ndajnë njeriu domethënë nga show-ja. Ai është një showman, domethënë një kategori më të lartë për mos të më i lartë në Shqipëri. Shumë i zoti. Po edhe me të gjitha ato gjërat e tjera që mund ta akuzojnë atë për shembull,
Ja, përveç se ai mund të jetë gazetar apo shumë men, ai ka një gjë jashtëzakonisht shumë të fuqishme, domethënë që ai e përdor në mënyrë më perfekte të mundshme që ja qëndis shqiptarëve nga fillimi i fundit, që është provokimi. Demi popull Ai mund të provokoj çdo lloj personi, domethënë, sidomos ata që i ndjekin nga TikTok apo nga Instagram, nga tjerë të tjerë që thonë jo je grek, jo je kështu. Ai provokon edhe normalisht ne jemi popull që vdesim të provokojmë sepse duket sikur na japin vëmendje. Ne jemi si një 12 vjeçari që na ka lënë dashnori i parë dhe do presim këto nyjet e dorës tash. Strakfulla, e kupton tash? Jam i besimit madh që shqiptarët kanë probleme me vetbesimin në blek. E kanë nevojshme me mu vun qendet e mendjes, me komentu, me thonë fjalën e vetë. Ke parasysh sigurisht njëri dale të hell një video të ujit lule, ai komenton një diçka komplet ndryshe me ata thjesht se ashtu i vet lule sure. Ku diti çaj, kush ka mësuar ty ella? Kush të la ty të jedhësh ujë lule? Si çmenduri, un po lexoja atë ditë që ke nxorë atë gjën me bukën. Me komentet e Malit, e ke parasysh ta ham Malin. Ai komenti i parë ishte, domethënë, në qoftë se ne të dy do pinim një ditë bashkë, domethënë do themi shiko vlla, sot do mendojmë komentet më idiote. Do ta bëjmë, domethënë do vëm bas kush bën komentin më idiot, domethënë do fitoj dhe ai tjetri paguan tavolinën. Mua asnjëherë s'do më kishte shkuar mendja të bëja atë komentin e parë. Ama ti thua ta ham Malet. Vego, se dia ke pa atë Robert Alien që thotë shqiptarit vetëm jepi furr buket edhe inhibitore, se aq është jeta shqiptarit, lind, hap buk, dhit, vdis. Kaq nuk ka si gjë për te, domethënë me pas një kuptim më të madh, sikur mu bën dikush i jetë apo sikur me dash me influencu njerëzit apo si ku diun me shpik diçka ndryshe ose me shiju paketën, mu lidh me natyrën, mu lidh me punën, ku diun, jo mos bëhet fjalë hap buk e vdis. Mu lidh me natyrën i bi me qen pederast. Nuk pa ishim bit. Ai nuk ka nga lesha. No, ka nga si ka mundësi me vëlla, qojna protest kundër një homoseksualit, nuk qojna protest jenë të na vjell. Imagjino ai homoseksualin punë vete i shkreti e llazi ranjëri qafe, kemi që dalim protest. Homoseksual gjithishte nga lesha. Qësishte nga lesha duhet theksu. O ti nga lesha ti? Po. Andaj nuk është qodi. Në cilën anë të asaj video je në ekran atje? Zadrimor. Po jenë anën e majt apo të djathtë atij që thotë që nuk është nga lesha? Aty, mos përmendim krahas po bëhet politike. Ba, që s'ka më krah tash vllai, nuk kam. Jemi të gjithë nuk jemi tamam si një penis i bërë synet. Fix. Apo Ati që pash i gjë interesant i ditë, tha mënyra më e mirë tha për të ndalu një problem në lidhje me një temë caktuar është duke ndalu sfoluni për atë temë. Në këtë rast unë kisha dashur me thënë shqiptarët s'bahen. Unë do kisha dashur me ndalu stomit i këtë gjë, sepse kam arrit me njoft shqiptar jashtëzakonisht shumë punëtor, kam arrit me taku shqiptar jashtëzakonisht shumë të sjellshëm, kreativ, që s'kan limite, po prap ne zgjellim me thonë se Shqipëria dhe shqiptarët nuk bahen. Shpresoj që të ndaloj ditë i kjo thënie, se është shumë e shpifur, edhe është pak sa e pa vërtet, okay? Jena të vetëdijshëm që një pjesë është për tokë dhe nuk do bane njerëz deshje të futen arkivol, po është një pjesë e mirë pragu që mendoj që duhet m'ia dhënë asaj spotlightin. Sepse njerëzit që ka këtë botë. Manifesting Destiny thoj, të flasim shumë për të mirë qeverisë. Po, nuk diskutoj, po tash tani kur shikon çan ndodhi këto kohët e fundit e kuptojnë që sidomos me këtë votime. I dubillahimin e shejtanit rajim, nuk e di domethënë, po që amana por se kemi trupetuar votën e diasporës së munduam me gjithë me lloj personash, organizatash, kemi marr jetë minuta, orë, ditë, muaj nga jeta private, domethënë kemi lënë gjëra të tjera vetëm për të bërë këtë gjë. Shikon votën e diasporës në Berat 80% apo 90%
për PS-n. E kupton, po kanceri mungur mos u zgjofshin nesër, e kupton. Atje nuk ka ngelur më njerëz, nuk ka literalisht nuk ka njerëz të fshin halet, nuk ka kamariera, nuk ka asnjë njeriu. Domethënë edhe prandaj vjen ai mlefi o zemra që njerëzit thonë po nuk bëhet edhe më për kështu, se thjesht është një shfryrje, është një rend i vogël. Po kuptoj, ti ke të drejtë, është bërë shumë toksike sepse tash është bërë standarde dhe ka filluar edhe besojnë vetë. Po. Po edhe një shqiptar që është në rregull me jetën e vet burr, thotë Shqipëria dhe shqiptarët nuk bëhen. Se mos më thoni fjalë të mira burr, se e meritojmë, se kena të sa vjet të hangër mut për keq, a din? Plus edhe kjo pjesa që thej që nuk ka met më kush është shumë e vërtet. Ti shif fshatrat këtej nga veriut që nuk ka s'ka më vetëm pleq kanë met, ata janë të deka vash. Babi ishte në Himar për punë. Javën e kaluar edhe më tha që nuk kishte punëtor shqiptar, vetëm të ardhën njerëz me ngjyrë, indianë në Knej. Viles edhe këtu ku qyteti ku punoj unë është një biznes pak më ndaj në autostradë dhe më shumë ka punëtor indian se sa shqiptar në Shqipëri. To janë vitet më të errta të tranzicionit të vitit ton, por i vetmi lajm i mirë është që do futen në BE, sepse nëse ecim me këtë ritëm do bëjnë si çdo vend i Europës që ka vendasit të cilët ankohen për të ardhunit aty, edhe të ardhunit janë ata që bëjnë punën tonë. Domethënë do bëhemi mut europian, domethënë jo europian. Po, është drejta se rrugës së burrë poshtë punës time kam një klinik syni, tash është një indian aty në recepcion. Ku erdhëm valla? Kur? Jo, ideja është që ne kështu ne skemi, ne kemi mjaftueshëm, domethënë, kështu që nuk është se bën sens, është thjesht ajo mania për krah më të lirë punë një, po edhe për persona, domethënë që jo domosdoshmërisht kanë le të themi standarde të larta për punën e tyre. Nëse ne kemi standarde të larta, jo, nuk diskutohet, po që më të larta se ata, domethënë si kena po dalim me pretendojmë sikur i kena. Ke parasysh sepse i ofron një punë caktuar, se vendi punët ka boll në Shqipëri. Është standard i mirë punët, është pagesa mirë, jo, jam shumë dakord tash muhabet tjetër ai po. Fakti që dalin e bërtasin nuk ka punë edhe nuk ka mundësi, mu më shfazon pak sepse është gënjeshtër. Pse do të më ardh Allah dikush prej Bangladeshit me zonë ty vendin e punës. A kupton? Po no Allah, nuk është e lehtë për kë na din. Ton kena punu fort, un kam ne deri në 2 natë të puna jeme gjatë verës. Ose kam përmend kujtas më ka ditë kush, kam pa për veten time. Tash do na më punu punë standarde, edhe do na pushime, edhe do na rrogë super të mirë, edhe do na mos më na ndaj kusht të kryti, edhe do na për pronarin mos më na fol, ti jetu në parajs, nuk jetu në tokë. Jo Shqipëria s'len me çu krytin, jo nuk len shteti me bën si gjë. Dile në Europë, atë len shteti me çu krytin në Europë. Thjesht me rrogën tonë ke një ato, ku diun 20 ditë pushim edhe kaç, marrë ciklet të jetës. To sikur do më bë ton pronarë burr, do më bë ton sklavë pronarë, do më bë ton bosa droget, do më bë ton milionera, po si hellon jo të ton ndosh me arrit me kuptu qëllimin e jetës tonë. Për shembull, asun as ti s'kena për të bën, po për shembull, s'kena për të bën pronarë, din do të më kuptu pozicionin tënd në jetë. Unë nuk mundem u bë kryeminist, unë s'mundem u bë pilot avionit, e kupton, sepse ky jam unë. Do kanë kriza me vetën e latë. Të po bëjnë aton pronarës, po kena më punëtor. Ideja është trishë, domethënë edhe vjet isha në jug, domethënë nga një çfarë ditë me pushim, domethënë dhe në një kështu, më drejtë se u bëm si grida duma. Restorant lokal, ku diun? Jo lokal, ato ku jedhës naf makinës valla. Në karburant, në një pikë karburanti. Në një pikë karburanti ishte një vietnamez, I don't know. Diçka e tilla, nga ajo qoshja andej, domethënë fliste edhe shqip vllai. Po. Ishte fani. Ishte fani, por fliste ai. E këto do të thashun po mirë, jam i bindur domethënë që këtu te lagja kam mjaftueshëm burra ose pleq ose diçka që mund ta bëjnë këtë punë domethënë dhe që në vend të bëjnë të janë duke në një kafe për momentin duke u ankuar se si ky vend nuk bëhet edhe sepse nuk ka punë. Është fatkeqësi. Është fatkeqësi, edhe do vi dhe te ne edhe disa vite domethënë ma ha mendje do ngrihet dhe pak ideja domethënë që po vinë të huajt e po na marrin punën. Si në çdo lloj vendi tjetër. Është e pashmangshme.
thjesht më vjen keq që po ndodh ky tranzicion në këtë mënyrë kaq shpifun për ne që kena vendosur me jetu këto dhe me punu për këtë vend atin. Se kisha pas shumë të lehtë unë me hell i viz diko, me tret me hub diko, po. Po. Familja eme ka bind që ka shumë gjana për me jetu këtu. Plus, këto vitet e fundit plako kam fillu me dasht këtë vend. Mund të tingëlloj shumë klishe. Sa vjeç je ti? Unë jam 25. 25 vjeç. Po. Ore, tek dashuria e vendit, nga mejat e juaja sociale, mund të kuptojmë që keni një dashuri të pamas për majat. Cilat maja? Specifikoj. Disa maja të ndryshme, domethënë mund të shikosh foto të tuat maj më maj në për Shqipëri, domethënë. E ke zbuluar kohët e fundit të si pasion të ore valla, si thon hiking në Shqipë valla. Po hiking për mal ngjitje. Mal ngjit malje. Okej. Kur e keni zbuluar ngjit maljen? Vjet, ako kisha dashur të kisha zbulu shumë më shpejt, po më mirë vonë se kur. Edhe më plako që na thoshin në klasë të tretë mësuesit Shqipëria shumë e bukur, thoshin se ka male, e ka det, e ka fusha, ne knej. Edhe na dukte sikur ishte ne budallik. Po ore ideja është që neve na duke budallik ose nuk I besonim sepse ata asnjë s'kishin qenë vetë, edhe ata më shëgjuar I kishin. Po kur ngjita vetë domethënë isha më të malit dhe të pa detin ka njëra anë dhe ka ana tjetër të pa fusha male të tjera, thash okay, Shqipëria me të vërtetë është një pasuri ndërkombëtare. Edhe e bukur kësaj është që për gjithë ata që dojnë me nis me bë hike në Shqipëri është shumë beginner friendly, por thjesht duhet një palë puc mirë za rroba dhe ik fillojnë gjithë. Pastaj ka edhe male me vështirësi teknike, më the tash. Ka shumë gjana me pa plako. Je vetëm pjesa e maleve. Unë nuk jam person deti personalisht, as person plazhit, po kur I shoh që postojnë video gjana për jugun është shumë I mrekullueshëm, mrekullohem më burr. Pa me vete a është I ky vendi që unë du me shoh për ditë, a është I ky vendi që unë du me I. Edhe mëse ne del Gjoni në komente edhe më thot pse hahet deti, hahet mali dhe I ka me orët e buka gojës Gjonit. Është zot na mbaj mendjen. Ore, në sa vende ke qenë deri tani? Mund t'i kem gjithë një 10 maja. Drejtësh. 10 maja. Po e kush ka qenë e preferuara? Jo sa mua besoj I I ka fundi që bona para. Cila është maja jote e preferuar? Freke majen. Po zot. Kjo fundi që bona, nuk e prit çfarë ishte kaq e bukur. Domethënë kampani internet malin e Korabit, po, malin e Korabit kampani internet që është shumë I bukur, por nuk e prita, domethënë ishte një eksperiencë komplet 360 gradë kur kam nis shtegun ka kenë gute 20 sa gradë, 21, 22, kur kam shku në majë ta kenë -6 gradë. Ishte komplet 360 dhe nga vështirë. Sa zjati? 8 orë fiks, domethënë kur kena nis shtegun në 2:30 kena kenë majet, kur kena zbrit në 6, edhe ka ora 10 kena nis, kështu që llogaritë I ditë punët e plot. Domethënë ngjitje zbritje thua ti 8 orë. Po, ngjitje zbritje. Ore, na shpjegon atë kështu për ata që janë në Tiranë ose në rrethina kudo, valla, gjithë secili që do ta bëj për herë të parë, domethënë, ç'a duhet bëj robi? Si vete deri atje? Ku fillon shtegu? Ç'a do të merr? Unë përdoj një aplikacion që quhet Wikiloc. Mënyra si funksionon kjo është në momentin që ti nis një shteg apo njek një shteg, ajo e regjistron dhe I bën rekord, edhe ti njek hapat fiks. Është me pagesë, $10 në vit diçka tillë. Edhe ka bajegi shqiptarë që kanë lanë shtegjit e tyne, ka allet huj, shumë të huj bile s'kam vure, kur kërkon një mal për shembull, mali I Korabit gjen shtegun që kanë lanë, paka shumë gjitha stegjet janë njësoj, po gjen shtegun edhe ata ndjek me maps, a ke parasysh ke pinpointin tanë ku jeti, edhe ec ajo ndërkohë që ec edhe ti. Punon Mapsi domethënë kudo që jeti. Ka probleme me internet dhe GPS. Ka offline maps domethënë si opsion, se kur shkon në disa pika të caktuara s'para ka val. Po është shumë aplikacion I mirë. Atë kam përdorur gjithmonë. Shumicën e vendeve që I kam pa me shok, 2 ngjitje I kam bë vetëm.
Edhe I kam shiu shumë në drejtën. Jo, s'kemi gjë me Jurzuna, apo që ishin motrat. Edhe dy ngjitje tjera I kam bë me kjo fundit ishte me Emanuel Pietrin, që ishte kështu guid, djalë shumë I mirë për Phuket, kurse një tjetër e kam bë me Alpin Guide Albania, Bledin. Ishim kënë një 50 veta të plak. Shumë jo për preferencat e mia se nuk kisha njerëz me veta din. Sa do thoshat na bëj sponsor, po që ti the që s'ishte gjë, kështu që varet. E lëm. Ne jemi në një tjetër. Po nga nishte nga Puka. Jo, ja kalova shumë mirë, më thënë ke parasysh janë morën vesh ja kalove shumë mirë, thjesht më mirë ishte kur ishte vetëm fare. S'mundun me njerëz 40 deri 50 vjeçë por mblen atë por unë s'do me diskutu politikë edhe më thet tash edhe humor burg. Ore, mos të zën të plakësh re. Po kur shkoj një atë mosh do shkoj me ata prapë. Jo, kur shkoj atë mosh, dije se do jene njëta mosh dhe këta që thonë do hash malet, kështu që me shumë mundësi do të bjeri me atë vesh, me ata përsëri. Do I shpjegosh nga e para, çdo lloj gjëje. Nga filloni Tenerari, nga Puka? I kujt? I Korabit për shembull. Do të thënë fillon fix në harrova emrin. Në fshatin e Radomir, po. Ishte një lloj, po thosh, fshat super I vogël, po kishte një qendër shëndetësore për kështu probleme. Kam pa një 2-3 polic, ishte edhe I lokale të restorant. E mirë. Po I kafe Dorobi. Po. U mrekullova. Pastaj edhe qendra shëndetësore dhe policët ku do I bëjnë pazaret po spaten kafe të shikon. Po mrekullova valla, unë ftoj çdo njeri të mundshëm që ta eksploroj pak Shqipërinë, si necje, si ngjitje, si det, si mal. Se ka shumë gjëra të bukura me pa. Biles pasi të mbylli sezonin e verorës të puna do se s'ban me fillu me pa jugun, se edhe jugu ka shumë male të bukura, se për momentin kam ndaj vetëm këtej. Kam qejf me pa edhe Kosovën, Kosova është tega, Kosova është asnjë film. Asnjë film. Po e kuptoj, po kur vete tek vendi organizon zakonisht si organizoheni me miq apo thjesht merr makinën vllai apo merr autobusin dhe ikën vetë? Makinë, se janë zona që s'para shkojnë autobuset, janë edhe rrugë të qija, janë rrugë ngushta, më thet thash, edhe dosh musa ju mirë. Do kisha preferuar kisha 2500 kështu, në ata sa ata s'desin. Do të kisha pas çep, kisha pas një off-road 4x4 flaku. Kisha eksploruar më mirë, po nuk kam lek për momentin. Po mirë të filloj, merr në një gomar, në një kriç, në një gjë të vogël kështu, se ata ecin. Ata janë 4x4 vllai, deri lart çonaj, seriozisht. Do marrët gomarin e votave blek. E pe. Janë disa gjëra nuk ka asnjë lloj makine që bën një të mbuq bëndej. Pe zotëri, burr as zhurmë, as ndotje, eco-friendly. Bile si ban mirë bimëve kur bën një shitje, është vërtet. Domethënë ku ka më bekim? Me këton transportin e bën, pleun ja bën dhe luleve sipër, vjen njerëz nesër pas se do dalin lulet e reja të bëjmë kurora për shtoj zovalle tani ç'a do ti? Unë nuk e di ç'a duan me këta njerëz nga jeta. Unë e di ku kam qenë vetë by the way, ku kam qenë vetë atje në Kukës lla ku kam bërë atë apo në Kuks, se më thon gjithmonë mos e thoj Kukës, se është Kuks. Kam kalu nga Kuksi për me shku atje. Në Kuks jam këtu, kam rrah rrugës Kombit, he? E unë du me shku atje ku si thon valla, që janë ato kuajt. Te prit shtegu I ngjyrave. Te është ai aty. Te shtegu I ngjyrave është. Aty sa bukur është, kam qejf me shku aty. Atje kam qejf me shku domethënë. Te pastaj ato që janë nuk ka ngelur më lloj europiani pa vajtur domethënë këtë jo Valvone, thethe kështu domethënë. Normalisht kam qejf dëshirë ti bëj këto, po. Është shumë zonë e bukur atje. Po patjetër, po unë vjet vajta siç e thash në jug dhe I rash jo nga Vlora, I rash nga pas maleve, domethënë, dhe kishte andej ca vende domethënë o vlla, për zotin lart, malet e Vlorës ishin spektakolare, domethënë. Edhe unë nuk jam njeri që kam lëvizur, po thosh se s'kam lëvizur fare.
Domethënë për sa i përket maleve, po minimumi nga rruga poshtë makinë dukeshin spektakolare, domethënë dhe jam i bindur që do jenë jashtëzakonisht shumë të bukura edhe po ti bësh në këmbë. Janë, dakor. Është aktivitet shumë i bukur sepse të mëson shumë gjëra apo. Se disa durimi duhet fakti që duke hec ose vetëm ose me njerëz të tjerë. Edhe kur arrin majën është një shpërblim shumë i madh. Sepse thua e bana unë këtë, ja dola unë. Plus që edhe pamja është spektakolare, burr, s'kam fjalë. Do kisha dashur të paktën çdo njeri ta kishte si eksperiencë të paktën një herë, se është shumë shpërblyese. Po nuk e shpjegon dot këtë. Unë tani, domethënë mund të kuptoj 100% me këtë. Ne ishim në Tajland para disa javësh, domethënë, dhe kishte A shkut me ne masazh? Jo. Mami nuk kemi shkuar me asnjë. Pam disa gjëra plako që ishin vërtet seriozisht domethënë mund të kemi parë në ku dijon National Geographic apo në Shqipëri kur kemi qenë të vegjël i shikoja me babin, po ishi aty përballë atyre gjërave i shifje mundoja të kapje në foto e shifje foton s'kishte lidhje fare valla. Ishim pamje, ishim vende domethënë që literalisht nuk i kapje dot në fotografi fare. Fotografi edhe një domethënë kur postoj foto e video një të në gjanëve që tham jo, i kjo nuk arrin do të me shpjegu se si është në të vërtet. Shko, unë kam qenë shumë gjykues, kur kam qenë gjimnast, me thënë, se një që më thoshe, mëse na qatë trafi me gjithë thoja, po, natyra, qenë to kështë, pederata të drejta. Në bërë, hajde në la pina i kafe aty lekë, po që ta e një, me thënë, moshën, vërtet kam arritur domethënë që ta vrasin çik mendjen sepse është literalisht e pamundur. Ishim në një vend që vajte në këmbë. Jo, më është e pamundur, shikoj, po them edhe detajet vogla, edhe detaje natyrale fizike domethënë janë pothuajse të paprekshme. Ishte një vend në një marrë që vajtëm në këmbë se nuk vinte me makina atje. I zbritë me morën gjithmonë në këmbë sa vajtëm. O plako per, bëja foton tregoj fotoja dukej si literalisht dolloj fotoja tjetër në një marrë, domethënë. Nuk ja tregoj dot asnjë njeriu, po që ja kemi kuptuar lezetin tani kështu. Kohëve të fundit. Vjen mirë. Shpresoj që ta ndajnë këtë opinion sa më shumë shqiptarë, sepse në fund ditë se burr ai tipi që thotë jo nuk jetohet në Shqipëri edhe ik për Shqipërinë edhe kur është atje në Gjermani apo në Itali thotë më ka marr malli për suflakin, më ka marr malli për byrekun, kur vjen këto thotë oh my beautiful Albania, kur ndodh në gjë me Shqipërinë e shpërndan direkt, kur është festa pavarësisë dalin mes Milanos, mes Berlinit, mes Londrës me flamoje me makina. Kur vjen puna për me bë tatuazhe të për me bë dhamë të vinë këtu në Shqipëri, kur vjen puna për me shpenzu pushime të vinë këtu në Shqipëri, ku është Shqipënia e keqe tash, se jam të kuptuar se tanjen to Shqipëria nuk është e keqe, domethënë njerëzit duhet thrasin mendjes me gjithë ato generalizime që bëjnë. Shqipëria nuk ka qenë ndonjëherë e keqe, kupton, ja thjesht sistemi ata. Shqipëria Shqipëria bukur valla, super vend. Shqipëria, Shqipëria në vetë është rehat valla. Problemi kemi ne si njerëz, si individ. Se nuk jam të shiju i këtë podcastin, i këtë muhabet që jena të bëha me një Maqedonës apo me një Amerikan. Po jam të bëha me ty valla, se je shqiptar edhe atë na shku muhabeti edhe po nuk diskutoj. Nuk ka si joti. Shiko, unë e konsideroj veten si këtu ku jetoj, si të përshtatur jashtëzakonisht shumë mirë, domethënë edhe sinqerisht jo vetëm që mendoj se janë përshtatur mirë, mendoj dhe ata që janë gjerman, domethënë ose të vendas këtu, domethënë mendojnë se unë jam përshtatur mirë, për mua është nder i madh, domethënë. Prap nuk e përcjell dot valla njësoj si se përcjell me tëndin. Domethënë, pavarësisht sa ndryshime mund të kesh, domethënë. Ora dikush mund të jetë edhe nga pjesa e Maqedonisë apo edhe nga Kosova apo nga Malizia apo nga veriu i Greqisë, domethënë. Prap kuptohesh më mirë. Domethënë thjesht nga pastirma valla, thjesht nga mimika e fytyrës, thjesht nga fjalëformimi, nga vlen gjaku kur me tonin. Nuk diskutohet. Ne thjesht jemi për shejtan, nuk na vete për të bërë punë mira bashkë, kupton? Qefe dhe muhabet. Jemi të parë, kupton? Ja kalojmë super bukur gjatë gjithë kohës, domethënë, po për dreq. Kur fillon ne mendon ishtu si thuti, sigurisht në do të bëj muhabet në itesh. Shqiptarët në të vërtet kanë më shumë të mirë se sa të këqija. Thjesht jena përfundu, jena
përfundu të fol vetëm për këtë të këqija ta din. Po pikërisht, shikoj, mirë, edhe shikoj në fundamentalisht për shembull nuk është gjë e keqe kjo, e kupton se un tregon një farlloj nuk e di në qoftë se mund të quhet, po tregon një farë lloj ambicie, domethënë që pavarësisht se sa gjëra të mira ke, gjithmonë kërkon të përmirësoj. Gjithmonë kërkon domethënë që ato gjërat negative që ke, kërkon të përmirësosh. Për shqiptarë kjo. Po se nuk mendoj se vlen shumë në këtë rast. Okej, e treqim, distancohemi. Se disa vlen për gjorin si do ta hahen malet. Ajo. Nuk e di. Po, deri diku e kuptoj se kam taku mjaftueshëm të ri që e kanë këtë ambicie, kështu që është e vërtetë. Thjesht do kisha dasht që në një pikë të jetës time mos ta kisha pas personalisht këtë mendimin radikal që Shqipnia do filloj me u bë kur të vdesin këto brezat e tretë që kena për momentin. Në fakt se fatkeqësisht fatkeqësisht deri asaj pune tani çfarë të them olla, deri asaj mund pune po vete, kupton se po ora mbaruan vitet, e kupton. Ideja është që base case scenario është kjo. Worst case scenario është akoma më keq. Ore nuk po tham se jena brez shumë më i mirë, po ma thuj ti një plak apo një plak në Shqipëri që ka një fytyrë të qeshun më valla. Keca fytyra super të zymta që vetëm për keq shohin edhe shpresojnë. Po. E disa shumë është diti kjo gjanë, sepse del të jashtetit, i shef pleq plagos super chill, me syze, tu lexuj libër, tu hec me qenin e vet, këto alla dojnë me të pa me të shkyth, o zot, i shalët bini rofe, thojnë. Sigur i ke bën jemi të frustruar. Jemi që të frustruar si kom përgjithsisht ne. Jena, edhe normalisht dikush ka me dalë edhe me thonë, unë ka me dalë me thonë, shiko se na kena shpenzu ka shumë vite në komunizëm, edhe normalisht kalon pasojat e veta, po në fund ditë se la për mu nuk është justifikim aq i vlefshëm, sepse shif familjen teme, prindë e mi e kanë përjetu një periudhë të komunizmit, kur kanë nisë jetën e tyre, kur kena lind unë edhe vllai, nuk kanë pas asnjë gjë, për me thënë se kanë minus. A ka kanë kjo arsye që ata mu bën njerëz të këqij edhe me bë të këqija me vjellë me prek, po ka kanë, por nuk e kanë bë kurr. Edhe do të thonë që pavarësisht shkuarës tanë Allah nuk është justifikim aq i vlefshëm sa më kanë cop mutit. Ideja, jo, nuk është justifikim. Shiko, mendoj që nuk është justifikim, është thjesht mënyra se si këta derivojnë zgjedhjen e tyre. Shiko, të gjitha që janë pjesë e mutit tani, ti je i bindur që nuk kanë vajtur aty me zor. Nuk ka vajtur njëri te shtëpia dhe thënë valla ti do bëhesh patronazisht, ndryshe unë të vrava. Është gjëja ta prema fytin. Është vërtet. Vravi zoti direkt. Asnjëherë valla si ka vajtur. Gjithë njerëzit ka thënë po valla, pse nuk do vjet që të vetë të certifikatat marrë ai 10.000 lekë, sigur 50 ana 10.000 lekë, 50.000 lekë në ditë për një muaj bëj llogariti për një vit të punoj atje unë e bëra katën e dytë të shtëpisë. Ai shkosa njerëzit mendojnë kështu, e kupton? Është me dëshirë, e kupton? Prandaj edhe vajten gjërat aq muca kanë vajtur deri tani nga pjesa politike, domethënë vetëm për faktin sepse të gjithë kanë dëshirë, por është e pastër, kanë dëshirë domethënë që të jenë pjesë. Duan të gjithë ta hanë nga një çik, pavarësisht se nuk arrin të kuptojnë që janë thjesht duke xhiruar të njëjtin lek, nuk është se po fitohet lek. Sepse nuk po prodhohet asnjë gjë. Shkon rregulla ka Boradin. Po, unë do punoj 5 ditë do të marr 5.000 lekë ty për qyfyre, pastaj 5.000 lekë ti do të marrë dikush tjetër, ti do ja marrësh atij, është i njëjti 5.000 lekë. Është i qeni që han bishtin e vet praktikisht. Prandaj, domethënë, kështu që po mu vjen keq te një pjesë bursi, këta mosha e tretë kanë tendencën që me kanë shumë antimikprit, si me thonë, për pjesën e rinisë më thetë thashe. Përsi kjo rini ka marrë fund në kënena, po kush e bani rininë, por kush e polli rininë, kush e rrithi rininë, kush e edukoj rininë, ena produktit të ne jena, por i to probleme me zemërimin që kena, i to mendime radikale që kena për jetë, ne kena marrë, por si nuk Shqipëria nuk është vend europian me dalë me flamuje, me më thetë thashe. Akoma e kena da tradita, da gjana të prapametuna që i konsiderojnë bota jashtme. Për mu janë prapametuna, për mu janë gjana shumë të bukura. Shpresoj që Shqipëria të mes akoma me këto tradita dhe me këto fjalë që i ka, sepse e zbukurojnë edhe e bajnë shumë origjinale. Jo, shiko, unë nuk e konsideroj prapametin tek
tradita apo fjalë përdorje apo tjerë domethënë këto nuk i shikoj si probleme fare, por mbetja janë mënyra se si ne vetë organizohemi, domethënë se si organizojmë një lagje, një qytet, një shtet, një vetë organizimi. Çfarë organizimi leshi është, po e kupton, mënyra se si ja shesim ne vetes njëri thjesht literalisht. Mënyra se si ne marrim frym domethënë në një tjetrin. Edhe ajo që ti është 100% e kemi thënë disa herë në këtë podcast, domethënë jo vetëm që nuk kanë ndihmuar me asnjë gjë, domethënë po janë përgjegjësit kryesor, prindrit tanë dhe gjyshrit tanë. E kupton? Po. Edhe i matë, pavarësisht se ka i matë për shembull te mua ka bërë vetëm të mira. Më ka edukuar, më ka mësuar si respektohet, më ka mësuar që nuk vidhet, nuk bëhet 1, 2, 3, 4, 5 në mënyrë strikte, domethënë. Po nuk është mjaftueshëm pra, nuk paska qenë mjaftueshëm në këtë shoqëri, sepse do duhej që të organizojë të merrte të bllokonte një rrugë, të dilte një protestë, mos deri kur isha 18 vjeçën mos të shkelja në rrugë me bal kur paguanin taksa për gjelbërimin e dritat e ujit e treshi për çdo muaj. E ke parasysh? Shumë dakord. Sepse unë nuk kam nevojë të di që mos kur vërose do digjesh në ferr. E kupton? E dim të do dëgjojmë në një vend tjetër. Unë kam idenë të shikoj vëlla. Unë kam idenë të shikoj dikë që unë kam si shembull për jetën time që do doja të arija, domethënë ata kur të rritem. Që të bëjnë një diçka që nuk është automatikisht vetëm për veten e tyre, por edhe për të tjerët, një detyrë civile, siç është protesta, siç është bashkimi, siç është diskutimi. E ndaj shumë Po ne s'kemi parë njëria punë vullnetare valla. S'kem parë një në Berat, për shembull gjithë çfarë përdonin me njerëzit me aftësi të kufizuara, domethënë punojnë me budallin. Ose ka një lloj nuk është paragjykimës. Asnjëri nuk i ka paragjykuar, por mënyra se si parafroheshin gjërat, domethënë ishte e pa formuar, e pa shkolluar, edhe ka lënë një boshllëk në empati, por edhe në mënyra se si ti mund të kontribuosh në shoqëri, se të kontribuosh në shoqëri nuk është vetëm dalësh protestere. Mund të marrësh edhe Klajdin unë edhe një 10-15 veta nesër pas nesër, marrim një 20 thase dhe mbledhim beturina në lum. E kupton? Dhe ajo është detyrë. Po se ka bërë valla, nuk e ka bërë i mat. Okej, i mat ka punuar 7 ditë javës normalisht, nuk e bën me faj. Po se ka bërë komshiu valla. Apo tjetri. Nuk i kemi pasur shembull, këtu duhet dalë. Ndoj me ty këtë ndjesi shumë fatkeqësisht. Po të më thonë në para diku 5-6 muajsh kam dëgjuar diçka për herë të parë në jetën time. Edhe ishte të jesh njeri i mirë është minimalja. Edhe për herë të parë kam dëgjuar plako. Prej një kushini tem që patar prej Anglijet, edhe më habiti, sepse kur një jetën teme në përmjet shqiptarëve nuk e kam dëgju këtë gja. Ti rrin në kafe, rrin në punë, rrin në institucione, thonë, ky njeri është njeri mirë, a ke parasysh si një kompliment super i madh, kur ajo është një gja thjesht normale mërlla, është kontributi minimal që mundesh me bë për vendin tënd, për këtë tokë që e thënë. Po çfarë vendi edhe për veten tënde është kontributi më, domethënë gjëja më e madhe edhe më normale që mund t'i bësh vetën tënde është të jesh njëri i mirë. Është shpërblim shpirtëror. Po sikur zotri mos të jeni shkërdhat, e kupton? Është kaq e thjeshtë. Me sa duket është më thjesht me kanë shkërdhat edhe njëri keq se sa njëri i mirë, prandaj edhe kanë tendencën me i shku asaj rrugët. Si duket, para ata nuk e di, unë nuk më jem mirë. Përse i pa i keq dikujt, unë jemi shpërblim shpirtërisht kur jam të bëj mirë valla. Unë personalisht nuk e diskutoj njerëz të tjerë. Po këtu vlen ajo që the ti pak më përpara, domethënë që nuk reklamohet mjaftueshëm ky i miri, e kupton? Është më shumë shembull ky i keqi edhe prandaj respektohet më shumë frika se sa dashuria, e ke parasysh? Ne jemi akoma postkomunistë ato që po të jep një kafshit dikush me dorën, domethënë dhe ti i kafshon gishtin. A shef se do të më eliminu pleqët e Shqipërisë. Let me tell you something. Nuk e di si me thoni këtë fjali plak në mënyrën ma të sjellshme të mundshme, po. S'ka plako, nuk mundesh me diskutu apo me i bë me arsyetu, sepse një njeri që ka shku në 60-tat e veta me një atë pikpame jetet harroje se ka më ndryshu. Ashtu vdes. Shiko,
ka dhe një ndryshim, domethënë di ku shiko, dëgjoj Bloni. Unë mendoj se problemi nuk është që ata janë 60 vjeç dhe nuk ndryshojnë, është njeriu i ri komunist, si janë inxhinieruar këta njerëz kur kanë qenë fëmijë. Sepse po ta vësh reti, për shembull, ke një grupim të madh, goxha, domethënë të pleqjve në Gjermani, domethënë që merren me politika green kështu. Këto jo do mbjedhim lule ne që të bëj dioksidi karbonit i ikim me vrape. Ka këto idiocirat. Pak rëndësi ka. Domethënë unë jam komplet kundër, ju lutem distancohem nga çdo lloj gjë jeshile, por tregon që hapësira që ky plak, domethënë ose ky pjesëtar i moshës mesme ka pasur në fëmijërinë e tij për të eksperimentuar edhe për të provuar gjëra të reja, ka ngelur akoma me atë dhe ai edhe në moshë të thyer, domethënë është i gatshëm minimumi të debatojë për tema të tilla që nuk kanë qenë as në radarin e askujt kur ai ka qenë fëmijë, por edhe ti përqafojnë, edhe ti mbrojnë, edhe të diskutojnë pro këtyre. Në Shqipëri nuk ka qenë liria, e kupton? Në Shqipëri nuk ka qenë kjo lloj liria, në Shqipëri ka qenë kjo është e vetmja rrugë, edhe prandaj sot e kësaj dite këta i duket që nëse kanë gabim atëherë me kuptohet se ata kanë vdekur, sikur nuk ekzistojnë më. Domethënë, ti a e kuptove atë ti? Unë s'e kam marrë certifikatën, tha, kam 20 vite që s'e kam marrë certifikatën, po voton ty do ta jap. Po kur mos e marrësh certifikatën, e ke? Çfarë ti thua tash ti? E ke parasysh janë disa gjëra, çfarë thoj? Prap tu me dalë ajo që thash, burr, nuk justifikohet sjellja për një copë muti të burr. Sa do arsye të kesh mundohu pak o burr, mundohu pak për veten tënde. Për çfarë më i thani plagu 70 vjeç mundohu. S'ka kur për ata. Ore nuk ka kur për ata sepse janë edhe njerëz me duar mbythëre, i themi ne Gaberati. I ke duar mbyth, ti ke pasur. Ore njerëzit kanë pasur jo të gjithë, ka pasur disa që ja bënin nismetin vetes. E ke parasysh, po ka pasur një pjesë e mirë, për shembull jetonin për fshatra, kishin një cop ku dijon kopshti. Në vend morti 11 të mbillin ndaj domate, ndaj sator të hanin ndaj gjë, domethënë e linin ashtu, prisnin partia, domethënë edhe hapa. Po vjen pesi i millit për datë votimesh. E kupton tash ti? Çfarë i them tani? Ka njerëz aty lihet toka djerë etj. Tani të bëfsha naftën, okay vlla, nuk po ta blej njeri qershina apo ullirin se nuk ja vlen ta blesh, okay. Shkulli vlla, bëj dru, mblidh çik patate, çik kështu të paktën ta hash, të paktën të mos prezësh mielin në burrë. Ato buke që dele luftën në internet. E kupton, këta tanët janë domethënë komplet ana e kundërt kontrastuale e rednexave në Amerikë. Ata janë të përgatitur për apokalips plako dhe kanë 60 scenario të ndryshme si do mbijetojnë, domethënë. E vetmja diferencë jona plako është se nuk martohna me kushrit ton. Thua ti? Po problemi numër 2 ti fol për vete. Jena shumë krenar për një aspekt që theti. Ke parasysh ai plaku që rrinë nuk punon edhe pret votën, pret lekun, pret një interes të vogël sa me hangër bukë me mbijetu, ai jeton një gjam me shumë kreneriella. Dhia zgjebosun bishti përpjet. Po nuk e kërkosh burr. Atë tip me evra sot i tesh mi vu çiften mball, me hell tok, me hell shakull, mos më uçu ma, nuk ndodh asnjë lloj ndryshimi. Tas në institucionin ku ashta, as në fshatin ku ashta. Ke parasysh plagën njerëz pa vlerë burra, ka robi një mision apo një qëllim më shumë se me jetu, me lind, me hangër, me dhije dhe me dek. Kasha, edhe kanë për shembull sa oksigjen ka marr ky, oksigjen që neve nga duhet na me gjithë ato që ne bëjmë. Ka erdhë më keq plak për këtë mënyrë mendimit se më duket sikur kam ne kompleks superioriteti, po. Jo, shikoj, neve thjesht ne kemi dëgjuar, nuk është se ne kemi dëgjuar, nuk është po i flasim. Pse duhet punosh, domethënë, ose pse do të rish pa punë, ose pse do të zgjedhësh ti një profil pune që pse do të thashë do thosh, pse duhet punosh? Pyetja është tani, pse duhet punosh? Pse do të punosh? Dhe do të kesh një profil pune alla që nuk je në shërbim të botës apo të popullit, e ke parasysh një furtar buke, pavarësisht se po paguhet mirë apo po hap një biznes të vetin, ai në mënyrë indirekte po i shërben botës së burr. E ke parasysh një elektricist, një hidraulik, një kudiu, një polic,
çfarë do lloj pozicioni punët kesh ti për veten tënde po puno, po paguhesh, po merr rrogën, ajo është puna jote, ajo është e përditshme jote, ajo është your 9 to 5, po në fund ditë se burr jetë i shërby dikujt. Edhe për mua është janë shumë. Jemi edhe një çik, shiko, ne jemi edhe prandaj po them që ne nuk there is nothing wrong with us. E kupton, ne nuk kemi asnjë lloj problemi kështu, siç thon sa që s'bëhemi kështu se jemi shqiptarë. Jo, nuk kemi asnjë lloj problemi gjenetik. Ne ideja është gjithë prapambetja dhe grykësia që duhet të ikim me këtë brezin. E kupton? Por që, shiko ç'a ndodh, edhe për pse nuk e realizojmë ne ose pse nuk e kuptojmë sa vlerë ka një buk pjekës, domethënë sepse nëse Clyde jap një furr buke diku, domethënë dhe është i suksesshëm, ky budallai këtu që keti përballë, domethënë në vend thoj që bravo, tani ne kemi një furr buke që nuk na duhet më gjysmore, po e kemi direkt poshtë pallatit, ti funksionoi, hajt ta hap dhe unë, dhe bën dy furr buke, domethënë dhe në vend që ai e kupton, prandaj nuk ka respekt për njëri tjetrin. E ke po hapin berberi hap vend para berberit tjetër, e ke parazysh brenda një lagje, furra hap vend para furrës tjetër. Pse di? Janë idiotësira vlla, në vend e kupton që sepse nuk kërkon, nuk ka asnjë lloj, ore vlla, ti nuk e ke stimuluar trurin tënd, asnjë lloj momenti po hapin një furrë buke tjetër sepse e ka bërë ai filani. Ideja është nëse aty është një berber, është një furrë buke. Hajde ta hapim një kafe, mbas kafes. Hajde ta hapim një diçka që hapet mbas dite vetëm për bira dhe koktejl. Hajde hapim një byrektore, e kupton? Nëse do më hap një kafe prap, ku aty ku ka kafe, hapën një zonë tjetër alla. Pse dën më i prish punë vetes, edhe pse dën më i prish punë tjetrit më burr. Idiotësira më burr, gjëra të panevojshme. Se do të ardhën te kafja jote për shembull, ke kafen më të mirë ti. 2 metra me njëra tjetër. Pa lidhje burr, është koncept idiot. O hajde se jam do i marr klientët unë këtij. Pse mos me kriju një ekosistem ku teton punojmë dhe teton fitojmë? Kjo pra është ideja, unë prandaj këtë nuk e kuptoj, domethënë sa gryksa jemi duan ta ham nga pak nga çdo gjë, po në fund nuk e marrim asnjëherë porcionin që na duhet për të mbijetuar, e kupton? Të gjithmonë marrim më pak. O vlla, janë për shembull në lagjen e Astiri ishin, po shikoja unë në 20-30 metra, domethënë ishin 4 dyqane vlla fruta perime. 4 dyqane ishin identik të njëjtat fruta dhe të njëjtat perime, tash o pish ka mos valla. Sa fruta dhe sa perime hakan këta buri dhe, u dashan 4 dyqane. Me shumë mundësi njëjti person i furnizon mjes bile. E kupton çfarë çmendorie domethënë kur shumë mirë se është idiotësi më valla. Shumë mirë mund të ishte okay, duhet të kesh pa konkurrencë zëm okay. Të paktën downi dyshe valla. Don, dy të shesin njëta gjëra, dy të shesin të njëjta gjëra, domethënë po tani do flet edhe mollë edhe kështu po mirë valla, ti shit perime, ti shit ara, ti shit atë valla, tani edhe gjithsesi do punoj edhe është e shëndetshme. Ne, edhe vetë kesh pak fitim. Ore, edhe punon si zotërie buridheut, edhe bile i edhe shok me atë kur e shikon nga ana tjetër e rrugës si kur hap dyqanin i thua edhe mirëmëngjes, nuk e shikon si has. S'ke nevojë me shoh me rob me thon, ky mi mori klientët, ky shiti 3 molla më shumë se unë. Ky ja bofsha grun se mi mori 3 klienta. Ke parasysh? Se nollë burr. Takohen më nej s'ja kalove e mirë, si ke ka shtëpia, ke pas punë. Kur kalon më nej atë pip. Po pikërisht pra kupton sepse ti ja ke bërë jetën njëri tjetrit fair, edhe është jashtëzakonisht shumë e thjeshtë të hysh në atë mënyrë. Është e pashmangshme në fakt, kupton? Po ka Shqipnia tokë. Ka Shqipnia tokë prona boll më për me investuar me ble. A ke ore zotri po edhe le me investu me ble, ore vlla. Çfarë janë to idiotësira vlla? Sere për çfarë më duhet mua 4 dyqane po shtëpis? Një valla, për çfarë na hap ti tjetrin kod tash? Ide budalli, shiko, më streson mua valla se klienta tani, e kupton? Se un tani, nëse kam 4 dyqane, të 4 shesin moll, të çona i krimbi brenda tash ti shikosh gjitha mollat, si çka kanë. Tash këto që mos i ke provu i thu tonëve, mos shko këto se ki ka ky mat këqija, ki ka mat mira ky këtej. A dinë pikërisht. Badi bordello shumë e keq. Vari lesh kështu Kardashians me Moldesians. Albania. Nuk e di valla, nuk e di. Kjo mua më bën shumë përshtypje. Por nga ana tjetër ka edhe kjo një anë pozitive. Pse do thosh ti? Sepse fakti që në Shqipëri ekziston kjo infrastrukturë, edhe në qytete jashtë Tiranës janë më të mbledhura, më të vogla, i ke gjana 2 minuta larg. Edhe për mua është alloks për mendimin tim.
Mund t'i Jo, bëj më zemra, nuk diskutohet fare. Unë nuk e kam hallin se mos të hapen gjërat. Unë jam valla proponenti më i madh. Sa më shumë mami babi dyqanet kemi. Sa më shumë biznese valla. Për zotin lart, unë dua në idenë time ideale, për shembull, çdo pallatu ta ketë katin zero biznes valla. Throat nuk ka rëndësi se çfarë është. Po, shumë dakord. Thjesht duhet të bëhet planifikimi valla, edhe nga ana private e njerëzve që duhet të mendojnë bashkarisht, por edhe nga ana e shtetit vendosit ca kufi tash që thotë që tani në 4 pallate më shumë se 2 kafe nuk lejohen. Mund të bien dakord ne si një grupim idiotësh gjithë së bashku, domethënë që është diçka kaq e kuptueshme. E ke shumë Kaq e thjeshtë është më. Te pallati që kam pas jetu para një viti, kam pas Big Market poshtë edhe një monsheri. Ka qenë perfekte plako. S'kishe nevojë me dal jashtë burr me të lag, maja thojt për shiut apo për një gjaje, ta s'kishe nevojë mu ndrruas mu gjatë. Pikërisht, po shiko ç'a ndodh domosdoshmë. Tani për shembull aty do të hapur edhe një sofi, edhe një mosheri tjetër, edhe një kafe tjetër që është idiocia valla, kur pse valla. Këto dyja janë. Okej, hajde të hapim një dyqan me produkte artizanale. Ta shtojmë ofertën. Hajde ti tjetri të hapim një berber, hajde të hapim një dyqan për thonjë. Hajde ti tjetri të ku dëgjon valla, gjëra që i duan njerëzve valla, një pastrim kimik, pse të ikësh ti 4 blloqe më tutje. Po, tamam. Ke klientelën tënde. E ke parasysh? Kaq e thjeshtë është. Duhet të krijosh një komunitet. Me lagje do punosh nëse po ke një biznes të vogël, lexon fjala edhe një skutë të një blog vogël. Patjetër më. Lagje stande do i shesësh do i ashtu, do i shërbesh. Nuk do vi tjetri prej kombinatit në lidem për me bë pastrim kimik. Po patjetër burr. Këtë duhet të kuptojnë njerëzit domethënë, edhe nëse do të zjerosh, nëse do t'i marrësh punën aty në Alidemit, okay, bëu i suksesshëm këtu, hiq 2 lekë me njan edhe hap një filial në Alidem pastaj, e kupton, kaq e thjeshtë është. Edhe mundësisht mos jap atij tjetrit ngjitur. Ku ka, i mos u bëj shkërdhas. Studioj mirë zonën. Se di o plak, nuk amana burse disa gjëra pafund ka kështu, edhe kjo e di që është receta, pavarësisht se tingëllon shumë klishe kështu, shumë gjë idiote për të thënë. Është thjesht pak dashuri dhe empati më plak, e kupton? Po ta trajtosh komshiun, domethënë atë që ke përballë, si njeri. Ora nuk po them as ta trajtosh as si njeri të mirë apo si njeri të keq, thjesht si njeri dhe jo si kafsh. E kupton? Thjesht ato që vllai, mirë valla, un kam një dyqan syzesh. Dua të hap një dyqan shërbim, po është ai tjetri aty. Pse t'ja hapun aty ngjitur? Pse mos i ikun 4 blloqe më tutje? Se tani ai është i pari aty. Nuk të që ajo po unë e dua atë. Po mirë, po ai është aty tani. Çfarë do bëjmë? Ta vrasim atë. Shumë pak empati duhet, shumë pak altruizëm edhe mendoj se jena mirë. Jena mirë. Shqiptarët janë mirë, Shqipëria është e mirë. Arov Shqipëria. Ore me këto nuk do shkoj në ato shkallë, sa me thon edhe me bën shqiponjën në internet, po thjesht do them sa herë dolem kafe do them Shqipëria është e mirë, Shqipëria. Jem serb. Ore, po me komedin ishte era e parë që fillove të çmuat se e anashkaluan pak shpar, apo ke bën përpara dhe më pas. Pra, me thon të drejtën, un kam pas bë video humoristike që në 2016. Edhe në profilin e Instagramit nuk i ke? Ky është, ky profil është, po ka qenë një periudhë ku kam nej prej nga 2019 deri sot, domethënë kam qenë shumë inaktiv edhe njerëzit ju ka humb interesi, as nuk postosh ama si gjë, po ka qenë një periudhë kohë kam pas 10.000 djegë plak edhe kisha goxha engagement edhe u kënaqë njerëz plak, basha video në YouTube edhe kam pas kaluar me të vërtet bukur. Edhe ke akoma video në YouTube? I kam të bë me private. Po. Me shumë mundësi do i shpërgatoj prapë. Po, gjithsesi, kam pas provu me bë stand-up comedy, pjesë të vogla me shokë, me shoqëni për gjatë të viteve që s'kam pas bë video, edhe në fund të 2022-shit kam bë një stand-up comedy fix temin, pa të ardhur një 60 sa persona mos gabosha, miqësi njerëz njoftën edhe pa të kalu me të vërtet bukur, pa të kenë kënaq, pa të zgjat gati një 2 orë. Ishte si me kanë plako tu mbledh shoqënia bashkë të bë gallasi. Ja. Po. Ai normalisht kisha të pjesën time atin, po shkoi mirë në përgjithësi, pavarësisht atij skriptit që të skandaloz, domethënë. Po. Mirë tash, me valla se tani janë gjëra që duhet po nëse do të kishe kohë, domethënë. Nëse do më kishe pyet, a do kishe dashur me bë një tjetër prap? Po,
do kisha dasht, po do kisha dasht me një farë publiku që në ke parasysh është ma engaging. Se kjo pjesa e stand-up komedisë prago është me të ngjitme. Ke parasysh se aty para të bë monolog, a din? Okej, është edhe pjesa që dush me kenë për qeshë, dush me kenë shumë i zoti, me mimika, me lëvizje, me mënyrën se si e dërgon shakan e tjerë, po është edhe pjesa që duhet të jetë bashkëpunues publiku me ty. Ndoshta është mungesë e jemja që nuk arri me bë publikun me bashkëpunu, nëse kam provu atë shumë sa me testua, po me vërtetua, pas nuk kam ndru publik, si me thanë, po besoj që duhet të kesh një sharm shumë të veçantë kur vjen puna për stand-up comedy, sepse momentin e parë që fillon e ju pëlqen njerëzve, ata fillon e qeshin edhe kotolla. Sikur e kupton se e kanë politën trunin e tyre që ti e person për qeshur, por dhe pastaj thjesht një mimike jote, edhe një slip-up jote i bën me qesh më së ne, sepse je fani për ato burr. Po pra, sepse të kanë pëlqyer tashmë, e kupton, të kanë pranuar edhe e presin domethënë. Si ti ja hoshi si ti hoshi zemrën është ke fituar domethënë betejën. Vetëm pastaj lënë me rrjedh. Po kur të presim të kthesh pra? Po pse okay, derisa të shkruash diçka domethënë që të jetë të zgjasi pa kokë, domethënë do një farkohë të caktuar, po nuk e menduar të vesh në për këto për shembull si corner comedy ose kjo comedy Thursday që ka dalë kohët e fundit? Kam pas menu, biles para 2-3 vjetëve më duket. Apo nuk lejohet, unë nuk e di për këtë comedy Thursday nëse lejohet ta të ftojnë as të ftojnë, nuk e di si. Është supozohet, domethënë para 3 vjetëve i kam pas kërkuar më duket me nuk kam asnjë gjë kundër tyre, janë njerëz shumë mirë. Mund të jenë më të mirë se e diun, po thjesht nuk kam shku sepse nuk kam shkuar, din asnjë lloj arsye konkrete. Po më duket nëse funksionon për episod si dikur, kam kërkuar me orë thjesht ta dash me bën një lloj audicioni të të fusin rrallë diçka tillë. Din për gjë shumë e lezetshme, i lumt, jam shumë i gëzuar që e bëni diçka tillë, pra sepse për një njerëz që bën një jetë normale, një punë normale, është comedy relief burr. Si të shpenzosh ti 6 ditë të javës të punu, e mendon se ke nevojë mush fryt diku apo. Ti është mja kalu bukur. Edhe është një opsion shumë i bukur. Pastaj atë pëlqen ty komedia, ai komedis X personi është problem tjetër edhe se. Ma të shije pastaj kupton se nuk e bën dot mirë me të gjitha, e kupton. Ideja është sa më shumë ofertë ke aq më mirë është atë. Nuk duam të dëgjoj njerëzit të thonë se skeça ban këtu valla. Ke një gamë me gjëra me bën valla. Në çdo qytet mundshëm të Shqipërisë. Gjithë secili ka të veçantën e vet, ka njerëzit e vet të ndryshëm ku mundesh me bë diçka. Tirana është shumë e mrekullueshme. Në Tiranë plago a ke lek se mundesh me nej aty, të ja kalu mirë pafund. Po, nuk diskutohet ajo pjesa e jo, shiko, është në mënyrë konstante, bile sa herë që më jepet mundësia, sugjeroj njerëzve domethënë të venë për evente të tilla, të venë të shikojnë komedianët. Sado të vegjël të jenë. O valla tani se diçka i sugjerova njërit para një 3-4 vitesh të shihte një mikun tim, ata që bën komedi, thash ik shikoj se unë nuk vi dot, se unë jam larg, tani s'do vi fiks vetëm për atë, po ik shive ti se do kënaqesh se është kështu. Valla po si ishte kështu tani, ai qifsha jetën tani ai Dave Chappelle nuk do jetë valla. Po është gjë spektakolare për skenën shqiptare. Tani ti mos prit që të dhëmbin brinjët dhe nofllat në mënyrë konstante të një orë që je atje. Po prit që t'ja kalosh bukur. A e kalove bukur po. Tamam. Çon më çat trafi më tash, jo po stand up comedy është më ndryshe. Fuck off. Jam shumë dakord, se këta presin me Europe Chillity stand-up comedy shqiptar që është i përkryer me plus 20 vjet të eksperiencë dhe me shaka origjinale të na shkruajtë në brenda 2 orëve. Olla kemi kompleks superioritetin në këtë pjesë. E ka parasysh sepse një pjesë e mirë e audiencës, sidomos ata që janë për herë të parë, domethënë kanë e shikojnë veten si një mbret. Edhe thonë, po kurv, më argëto tani. E kupton? Më bëj të qesh në mënyrë konstante. Ti je këtu. Është ajo që thuti, po është edhe tjetra plagoshe, është një skuth aty në cep të karrigeve që mendon se është më për të qesh se ai
që është edhe më nahet me mi fut në kështu në komentet e mrapa që më vërtetu që I'm the funny guy here, kupton. Po unë nuk shkoj në ti për sepse më ndrillin kam të më shton shurra me dalet të mikrofoni, po për këtë te karrige të mos më pa kërkosh, unë di me pa me qesh. Çfarë di e por sa njerëz kanë bërë me qishë shaka, po kanë treguar këtë. Sikur shkojnë në stand-up comedy për mos me pa stand-up comedy din. Fikë po vlla, janë gjithmonë në çdo kudo që të vesh, domethënë mendoj që janë dy personazhe që nuk mungojnë asnjëherë. Këta që shkojnë për të mos parë, një, edhe ata që shkojnë që nuk e dinë që janë aty fare. Është gjithmonë një person që është out, hë? Hë? Çfarë ndodh? E vënë, po amana bur. Megjithse ka ndryshuar shumë, domethënë kur kemi qenë të vegjël nuk ka pasur asnjë lloj gjëje vëlla, kurse tani bravo, është edhe Bes e që ka qenë ish regjizori i Ermalit. Ky më Bes mbase. Ema Besmir Mustafa, po. Ne, Tullaci. Po, ai ka hap një kështu Bes përshëndesim vëlla. Ka hap një segment, s'ka gjë, po sigurisht se shfajon. Ka hap një segment shumë të bukur ku bajnë çuna të ri stand-up comedy. Edhe ky vetë është shumë për të qesh plak, është maskaroj papam. Ku e ka? Po harroj se ka emrin e plak. Po dalin shumë çuna të ri, por është super gjë, është domethënë kontributi që ka bërë është super i mrekullueshëm për mua. Po. Besin e kemi kohë ndjekin, domethënë si nga podcasti, si nga gjërat. Ai Besi domethënë ka dy gjëra për mendimin tim, domethënë dhe i them këto në mënyrën më të mirë të mundshme. Unë nuk mendoj se Besi shkruan mjaftueshëm, do kisha dëshirë që të shkruante më shumë edhe të shifja më shumë të ati, pavarësisht se ti do thuash se ti çaja fut trapit kot, ti s'ke qenë tek ato që ai. Që është drejt prapë, kupton, po ne duam të shohim dhe pak informacion online. Domethënë mendoj që ai ka shumë më shumë për të ofruar. Jo, ka shumë bagazh o plak, po domethënë fakti që ka aq shumë bagazh dhe fakti që din aq shumë e bën për metall riken lirisht plak. Kupton? Është si ai tipi që ka krejt lirinë e mundshme, po zgjell me përdor thjesht për shefin e vet. Kupton sepse ai është i vetë. Shikoj se ai është e kualifikuar si estetiq par. Tashmë njerëzit presin nga ai. Kupton tani njerëzit qeshin thjesht. Unë personalisht po të kisha shku dhe një nga shfaqjet e djau, kisha prit me thënë drejtën. Edhe ka bëja një klipe që hell të stand-upave që është për qesh plako. Është për qesh. Për mua personalisht, jo. Ka material jashtëzakonisht shumë mirë, edhe në podcastet, domethënë, edhe në bisedë normale, domethënë, ka një mënyrë të foluri pasivisht gazmore, domethënë. Është maskaroj mrekullueshëm thamon. Po podcastin e vet mundesh me dallu se sa bagazh ka si njeri, sa informum është, sa i vetëdijshëm është për gjanat e jashtme edhe të mendshme. Që po ndodhin. A kupton, del në përfundimin që thjesht nuk është një nga ato budallë që thjesht bëjnë status në Facebook për me qesh. Po, shiko, ata budallën që thjesht bëjnë status për me qesh, nuk jeton edhe ai shumë, e kupton? Të kesh ai shumë kohë sa ka ai, domethënë duhet vërtet të kesh diçka nga pas, e kupton që ai ka ndryshe nuk mbijeton dot. Megjithëse në Shqipëri çasnova ki, po që gjithsesi. Ore, tani shiko se kemi dhe takime të tjera për vonë. Unë do të bëjmë të flisnim pak edhe për një gjë si e përfundim bashkë. Kishte Eurovizioni sot, ose njerëz të paktën për juve që po e dëgjoni për juve që po e dëgjoni sot akoma, që nuk po e dëgjoni sot, se do i jetë në Patreon se me shumë mundësi jeni duke parë Eurovizionin. Ne përregjistrojmë në datën e finales e Eurovisionit, domethënë me shumë mundësi ju e shihni një ditë pas ose 2 ditë pas, sepse ju jeni ka ur dëri edhe nuk paguani lek në Patreon për tash parë ditën live. Po unë kam parë historikisht nuk kam parë Eurovisionin, domethënë, po më shtrequr vëmendja kësaj here sepse kënga që konkuron nga Shqipëria është risi, le të themi, në skenën e muzikës shqiptare, risi. Është një art i vetëm që kemi pasur vitet e fundit, se vitet e fundit kemi pasur vetëm muzika të prodhuara një nga inxhinier audio edhe inxhinier muzikor, edhe normalisht nuk ka art ku ka inxhinieri shumicën e kohës, kështu që kjo më pëlqen për Shkodrën elektronikë, është shumë autoktone, është shumë vetjake, shumë e bukur.
Ke parasysh si më kanë të çu një njeri, ku diun, ose një grup shoksh që sapo I ke taku në kafe për me bë diçka të madhe, a din? S'po ja uli verë se janë artista në këtë pikë, po Po, ai pe atë tavën e kosës si sta, shumë tradicionale thaje. Ke parasysh tani çati bësh tyre. Valla, aty nuk I bëhet mirë valla. Të ta bësh tradicionale, thon pse bëhet tradicionale. Mos ta bësh tradicionale, e po çfarë janë këto me byth për jashta ku është vlera e shqiptarit. Tash ulu se të vrava, çohu se të vrava valla. As kështu, as ashtu. Ja, mua më pëlqej shumë. Për mua është miksim perfekt I modernës me tradicionalen, edhe mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë për faktin se shumë konkurrues aty, nga vendet e tyre përkatëse, nuk janë të kënu në gjuhën e tyre native, janë të kënu në anglisht. Këto kanë zgjedhur me kënu shqipe plaka, është gjë super e mrekullueshme. Edhe a din sa vështirë është për me bë një audiencë për me dasht, që nuk e din gjuhën tane, nuk e din kuptimin e këngës, për me bë për me dasht këngën tane. Sa raste kena ndëgjuar ne për shembull muzikë të huaja që na kanë pëlqyer po s'kena kuptuar asnjë fjalë. Është gjë shumë e rrallë. Sa kemi dëgjuar, ne kemi ashtu jemi rritur me valla muzikë italiane, ne dëgjojmë çik pogodi, muzikë serbe valla, edhe thjesht ngelte në vesh, e kupton kot. Jam të dash me thënë që sot në këtë kohë që ka ardhur është gjë shumë e rrallë sepse njerëzit janë të fokusuar të ndëgjojnë muzikë amerikane edhe muzikën e tyre native. Sa për me arrit me bë I këtë gjë duhet një aftësi shumë e madhe. Edhe këta kanë bërë deliver në mënyrën më perfekte më valla. A di çfarë do të thonë me të ngjit një muzikë shqiptare, sepse ti po ti marrësh njerëzit, edhe ti thush hajde dëgjoj pak këtë shqiptar, të fëbon muhabet thonë çanta mongol, monkey language thonë. Në rastin e tyre. Po në rastin e tyre plako, Albania ra. Vërtetë I ka fitu zemrën njerëzve me gjuhën e tyre. Prandaj për mua është kënga më e mrekullueshme që kena çuar në herë aty. Sepse me kënu dinte tan, normalisht kena pas është shumë normale se kena pas me dërgu dika që është I mirë vokalisht edhe ka muzikën e mirë. Zina budallej me çu I budall në Eurovision me na përfaqësuar. Se kemi qenë edhe budallej se çove Ronela Ajat një vit në kaluar. Një vit përpara çove Elvana Ajatën, kështu që edhe ai që të mençur nuk jemi, jo, po shqyr që kthehem sa radhë. Plago ka nuk e di. Ti the se si ke pa, po ka pasken Rela Gachi herë plago ka një se di, do kisha pas qef të ishe fut mas I saj mi pa krejt. Vetëm është një video që ti tregon duket tana përfaqësuese dhe gjykoj e vetë, domethënë, çfarë përfaqësues kena pas. Po ja pra do bëjmë kemi date bashkë, domethënë, do më dërgosh këtë video do e shohim dhe episodin tjetër që do regjistrojmë së bashku do nisim me këtë. Gonna shit on the massively, e kupton? Jam shumë dakord. Unë jam shumë helm për sa I përket roasting, kështu që jam shumë dakord edhe me bën një episod tjetër. Piles do dojmë do materiale për mi pa. Patjetër. Ore, ke shpresa se mund të fitojmë në një gjë kësaj radhe? Po, plak, CNN kishte bë një artikull, kishte bë ranking CNN, tha Albania tha on top of the list për këngën më të mirë në Eurovision. Edhe po se fitume, jam I sigurt që kena fitu zemrat e njerëzve si vjet, sepse a super këngë burr. Let's be honest. Ore valla është këngë e bukur vërtet. E kupton, edhe një gjë që ka më shumë nga të tjerat për shembull që asnjë këngë nga ato që kemi pasur 5-10 vite të fundit. Jam shumë I bindur për këtë, domethënë, e di pse e them këtë. Sepse është vetëm ajo këngë që ka arritur tek unë, që unë nuk I ndjek. Okej, është argumenti është zakonisht shumë I mirë. Pikërisht, edhe kjo është një këngë që pavarësisht tekstit, edhe pse vetë teksti është zakonisht domethënës, pavarësisht tekstit, është një këngë që të ngel në vesh, e kupton? Që ti do e mërmërisësh vetëm. Edhe pse nuk e di. Edhe kjo është një gjë jashtëzakonisht shumë e ndryshme nga çka kemi ofruar vitet e fundit, ose unë dy mbaj mend valla. Mbaj mend të Elvana Gjatës dhe të Ronela Ajatit, edhe kanë qenë kancer të dyja. Kështu që ndjes, po që e kupton tash ti. Ronela Ajati nuk çohet në Eurovision miq të dashur tash. Pse populli im pellas bëni këto budalliqe? Të lutem. Kush e di çfarë mund të ndodhë për paskena bëra me në lehtë. Ndoshta s'kena pas as muzikë më të mirë se ajo po. Megjithatë atëherë ka paskena ajo kënga Alban Ramoset, e ka qenë më mirë, por gjithsesi muhabet për tjetër. Mua tamam muhabet për tjetër. Ore unë mendoj që në kësaj radhe, domethënë në qoftë unë e di që është politike s'ka lidhje me arti fare, siç ka qenë vitet e tjera, por po I deshi bytha,
aman, e kupton, nëse kanë qef kësaj radhe, domethënë, nëse do kishte mënyrë më të mirë për t'ia dhënë Shqipërisë, edhe politikisht, po të paktën të kishin arsyen më të bukur artistike për ta justifikuar ose justifikimin më të bukur, do ishte kësaj herë mendoj, e kupton, është goxha. Jam shumë dakord. Nuk e ka merituar në herë më shumë se kaq. Pikërisht. Që prej Anjeza Shahini. Anjeza Shahini kam qenë klasë 7, klasë 4. Shpresoj të fitoj. Me gjithë zemër shpresoj të fitoj sepse un kam edhe këtë gjë la. Unë e pëlqej akoma më shumë si këngë për faktin se janë të dalë të kënu gegnisht. Edhe marrë dekun plagur kur ti ja fut rapid kota që ti ka dalë filluar gegnisht. Edhe ne nga Berati edhe nga Saranda kur këndojmë gegnisht këndojmë buri dhe se nuk del bukur me toskërisht. Çka ko tani? Arti, gjua e muzikës gegnishtja ka qenë në buri dhe pse e thua se kur është risiti? Kur të vish në Shqipëri plago të kam bërë 2 birra vetëm për këtë si the. Po që nuk di si me reagu për këtë gjë të mrekullueshme që sapo morën receptorët e veshëve të mi në sistemin e veshëve. Diet, ajo është fakt, e kupton, bile ti ke pas ca çuna, nuk e di, ata që wanna be rappers, dikush nuk e di valla, bilishtja pak rrezika poshtë kumbinit valla. Poshtë kumbimit kur thonë herë ç'a bën njëri ti. Edhe një nga këta që ku unë bëj pjesë, nuk është se po i shaj, thjesht po vë diçka, po faktoj diçka. Domethënë që thoshte, po unë e provova se kam aq kohë që dua të bëhem reper, e kur filloi kënga ishte ti se din se çana jena të bë plak. Se është por e ka vërtetuar edhe më në veri të Shqipërisë që Kosova ka artistat më të mirë që ka krejt kombë shqiptar plak. Është muzika që prodhojnë në gegnisht tingëllon 1 milion herë më mirë. S'po do më kanë racista në gjalla, thjesht fakt për tani. Raciste sigurisht raste ndryshme, një mutje, kupton, thjesht flet ndryshe racistot. Ore, vlonjata nuk janë budallënjë. Ke parti në vlonja të bëj rap vllai. Jo vllai, ja fus një sot i këndon shpirti, i këndojnë malë vllai, se e di vlonjati me rap nuk del bukur vllai. Lëre. Tamam, fix. Fiks në për dolim të e që thamë në fillim e për njëru do të me kuptu për qa ka linë dhe për qa është bavër, s'pon bah në të tanë kryeministra e pilota e më të tash. Je për ditë shka banë më të miren, kaq. Pikërisht, për shembull, jena lushnja, mbill çalqie vëlla, ç'po nuk jeni me ato gjëra. Hapëra burr, fut domate aty. Tranguj, pras, se këton prasi nuk do as sera vëlla, bëhet kështu. Vetëm mbille. Je nga Lezhë din protest për homoseksualët. Pikërisht. Edhe mos haro të përmendësh nga i ka prindrit. Është gjëja më kryesore është nga i ka prindrit. Duhet me justifikuar përse nuk ka prej Lezhë. Diskutohet. Bile erën tjetër nëse do ta bënin më të besueshme do të merrnin një certifikat të printuar dhe të tregonin te kamera, domethënë që shife. Zoti ma. Gjëra të bukura po vijnë. Shiko, ky episod shkoi identik ashtu siç e kisha parashikuar unë të shkonte bile edhe më bukur. Edhe jam i bindur që nuk do jetë episodi i fundit që do bëjmë së bashku, shpresoj të ndash të njëjtat mendime se kam shumë gjëra që duhet të flasim çik bashkë. Ja kalova shumë mirë edhe qesha bek. Edhe ergjoja marrë. No homo. Bukur fort. Miq të dashur, ju e dini, drilli është i njëjti në description, në përshkrimin e videos dhe të episodit do keni linkun që të çonte profili i Instagramit për të qeshur dhe juve pak me videot edhe me reagimet e Markut, se un kam qef më shumë me thon Marku se sa emri i parë. Edhe unë më i dekun kur më thorosin mbi emër, bile ka koqës më thret më kush në emër. Më kanë shtremnu veç mbi emër, kanë filluar më thirr. Është, shiko, në fakt është më tërheqëse në kuptim shoqëror, domethënë se ose do marrësh noft në Shqipëri, domethënë, ose do thrasin nga mbiemri, nga emri nuk para të thret njeri. Është vërtet, është vërtet. Në emri vetëm kolegët në punë, domethënë. Ata që nuk i duron dot, që i ke halë sy, ata thrasin nga emri.
Ky episod ka dalë më përpara në Patreon. Njerëz, ju lutem të bëni abonime në Patreon që na mundsoni për shumë gjëra të tjera që do vinë edhe në të ardhmen, mund të bëni donacione në, ku dijon, PayPal, Coffee, Buy Me Coffee, Leshi Preshi. Por më rëndësishme është gjithmonë që juve ta ndani episodin, nëse qeshni, lini në një koment, bëni një like, thoni që është tek, çfarë doni gjithë njërin tjetër. Na bëni që komentet për Eurovisionin, shkoj ashtu që juve e pritet apo jo, edhe komentoni se cila ka qenë kënga juaj e preferuar ever nga Shqipëria, sepse me këtë do të fillojmë në episodin tjetër. Kështu që deri episodin tjetër, Plako, shumë faleminderit që e more kohën tishe mua. Ne do të dëgjohemi dhe shikohemi ristërisht herën tjetër. Mirë të bashkohemi prep. Gjithashtu njerëz të dashur, mos harroni bëni subscribe Buçi Podcast dhe nëse ky podcast merr 50 like do hedhim në Elbasanin. Pikërisht. Po nuk bëhet like edhe subscribe. Kanceri mungur maz, jo. Bashkë nuk pafshim, i dua fort edhe faleminderit që ishit me ne deri në fund. Ciao. Ju përshëndesim. Buçim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.